Pas disa javësh, stabiliteti i çmimeve të karburanteve në vend ka nisur një tjetër valë rritjeje. Nafta ka kaluar sërish pragun e 200 lekëve për litër, duke u tregtuar aktualisht me shumicë në pikat e karburantit me rreth 206 lekë, niveli më i lartë që prej muajit maj. Edhe benzina ka ndjekur të njëjtin trend. Çmimet e saj në tregun me pakicë ka arritur në rreth 189 lekë për litër, duke shënuar një nga nivelet më të larta të javëve të fundit. Ndryshe, paraqitet situata për gazin, i cili nuk ka psuar ndryshimet reja në çmim. Pas rritjes nga rreth 50 lekë në 69 lekë për litër, ky produkt ka mbetur në të njëjtin nivel. Rritja e çmimeve në tregun vendas vjen në një kohë kur edhe nafta bruto në tregjet ndërkombëtare ka shënuar rritje. Tensionet e reja në lindjen e mesme, sulmet të vazhdueshme dhe kërcënimet ndaj rrugëve kryesore të transportit të energjisë kanë shtuar pasiguri për furnizimet globale. Çmimi i naftës Brent është rritur me rreth $92 për fuçi, duke arritur në nivelin më të lartë të 6 javëve të fundit, ndërsa nafta amerikane West Texas Intermediat ka kaluar në $86 për fuçi. Ekspertët e tregut vlerësojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i situatës në lindjen e mesme mund të sjellë presion të ri mbi çmimet ndërkombëtare dhe si pasojë edhe mbi tregun shqiptar të karburanteve.